Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se erdhët në emisionin javor Zëri i Ashkalinjeve. Sot në minutat në vazhdim do të flasim për rëndësinë e qendrave mesimore të organizatës Balkan Sunflowers. Sot me ne është edhe koordinatori këtyre qendrave, Zotri Rahman Stolla. Zotri Stolla, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Fillimisht nëse mund të na tregoni për rolin tuaj dhe punën e cila bëhet në këto qendra. Unë jam koordinatori i qendrës mësimore në fushë Kosovë, e cila është në kuadër të organizatës Balkan Sunflowers Kosova. Kjo organizatë ka 5 qendra në 4 komuna të Kosovës, ku fëmijët pas orarit shkollës vinë edhe punojnë me ta për me pas sukses më të lartë në përshkolla. Cili është fokusi kryesor i këtyre qendrave dhe pse është e rëndësishme për komunitetin kjo qendër, sidomos në fushë Kosovë, se funksionon për shumë vite nëse qendra Fidan Lahu? Në fushë Kosovë, qendra ekziston që 18 vite. Arsyeja pse është hap kjo qendër ka qenë që prind shumica prej tyre nuk janë të shkolluar. Domethënë që për shkak të periudhës para luftës, kur është ndërprerje mësimin e gjuhës shqipe, fëmijët e komuniteteve ashkali egjiptian kryesisht nuk kanë shkuar në shkolla absolute dhe tash ata janë prind dhe nuk kanë mundësi të ndihmojnë fëmijëve vet në shtëpia. Për atë arsye ne kemi hap qendrën që fëmijët mas orarit vinë aty të praktikojnë mësimin që nuk kanë mujtë nështë me arrit me nxonë në shkollë. Prej atëherë deri më tash, do më thonë, na vazhdimisht kemi punu me fëmijët, kryesisht klasat 1 deri në 6, por edhe me fëmijët e programit parashkollor, sepse fushë Kosovë deri si vjet nuk ka pas program parashkollor në shkollat publike, dhe na kemi marrë përmirësi për që ata fëmijë mi angazhu për mi përgatit për klasën e parë. Çka ofrojnë këto programe, çfarë aktivitetesh, ndoshta cilat janë lëndët më të kërkuara brenda këtyre qendrave? Po lëndët më të kërkuara kryesisht janë gjuha shqipe, matematika, gjuha angleze, por edhe lëndë tjera. Na nuk mësojnë vetëm lëndë shkollore, po ka dhe aktivitete jashtë-shkollore që fëmijët mësojnë aty, edhe që aftësohen për nëse kanë një mësim, ata paraprakisht veç e dinë do më thonë mësimin i cili është zhvilluar në qendër. Si janë rezultatet brenda këtyre viteve, ndoshta përmes këtyre qendrave të cilat ju janë ofruar me programet? Po rezultatet janë të mira, të arritshme, faktikisht shumica e fëmijëve kanë rezultate të mira, edhe suksesi në shkollë është rrit. Çka muj me përmend si sukses tjetër është edhe zvogëlimi i numrit braktisjes. Në fillim, na kur e kemi hap qendrën në 2008, numri i fëmijëve që kanë braktisë shkollën atëherë ka qenë 50%. Më thonë, prej 300 fëmijëve sa kanë qenë të regjistruar në shkollën fillore, 50% prej tyre e kanë braktisë shkollën. Po me hapjen e qendrës, në bashkëpunim edhe me drejtorinë komunale të arsimit, edhe me drejtorët të shkollave, kemi arrit me zvoglu, tash mund me thonë që dikun 2% është numri i braktisës jo më i madh. Aktualisht në qendrën e juaj, sa është numri i fëmijëve të cilët e frekuentojnë qendrën? Po, na ma herët kemi pas numër shumë të madh fëmijëve, dikun rreth 450, po tash është zvoglu numri për arsye financiare, do më thonë se nuk kemi mbështetje shumë të madhe, kështu që na jemi obligu mi marrë vetëm nxënësat që kanë nevojë për mësim shtesë. Sa është rrit vetëdijsimi i prindërve për rëndësinë e arsimimit tek fëmijët e tyre? Si qëndron ndjeshmëria, hezitojnë me sjell fëmijët nëpër këto qendra? Jo, tash nuk hezitojnë, do më thonë fillimi ka qenë shumë i vështirë, për neve është dosh me dalë çdo shtëpi, me bisedu me çdo prind, mi tregu se sa i rëndësishëm është edukimi për fëmijët e tyre, po tash nuk hezitojnë. Ata vetë i sjellin, i regjistrojnë në qendër, por edhe kur është afati për regjistrim fëmijëve në shkollë, ata vinë, bisedojnë me ta, mojmë takime individuale, grupore, edhe shumica, mojmë thonë që 90% të prindve i dërgojnë me kohë mi regjistruar në shkollë. Gjatë këtij viti keni pasur aktivitete fushata të ndryshme për të bërë thirrje
prindërve për regjistrimin e fëmijëve në klasat e para. Si qëndron numri këtë vit? Sa kanë qenë të regjistruar, sa kanë pas ndoshta të lashe për regjistrim, si ka shku fushatat? Jo, fushata ka shku mirë, na çdo vit e praktikojmë një fushat tillë. Në momentin kur hapet konkursi për regjistrimin e fëmijëve klasën e parë, na bashkëpunojmë gusht me shkollat, edhe informojmë në mënyra të ndryshme prind. Domethënë qoftë përmes takimeve grupore, individuale, qoftë përmes kampanjës me fëmijë në përlagje, qoftë përmes imamit xhamis, mënyra të ndryshme, dhe faktikisht numri i atyne që regjistrohen me kohë arrin dikun përmes me thoni 100%, dikun 95% arrin. Domethënë vetëm 5% që i regjistrojmë ma vonë për arsye të ndryshme. Nuk është që nuk marrin informata, i kanë informatat, po domethënë dikush heziton, dikush domethënë në qatë kohës ka qenë në fushë Kosovë ose në ndonjë komunë tjetër, kështu që na në bashkëpunim me shkollat arrim që shumica e nxënësve mu regjistru me kohë. Përveç këtyne na i ndihmojmë edhe kur bëhet subvencionimi i fëmijëve prej ministrisë, i ndihmojmë me apliku për librat, edhe domethënë mundohemi ja lehtësu sa më shumë prindve edhe regjistrimin edhe për me apliku për subvencionim. Gjatë këtij viti a janë pajisë të gjithë nxënësit e komunitetit me libra, a ka pas të lashën në regjistrim? A ka mbet ndoshta ndonjë nxënës pa pajisë me libra gjatë? Sa i përket regjistrimit, unë besoj që asnjë fëmijë nuk ka mbet pa u regjistru, janë regjistruar gjithë përveç atyne që nuk e kanë pas moshën. Kena pas me një familje pak problem, sepse fëmiju nuk ka qenë i regjistruar në librin e OMS, për shkak problemeve familjare që i kanë pas, po kena arritë në bashkëpunim me DKA-n dhe drejtorinë e shkollës që ta regjistrojmë, edhe të mundohemi bashkarisht gjithë aktert, me ja mundësu mu regjistrua ai fëmijë në librin e OMS. Kurse sa i përket aplikimit për subvencionim, besoj që gjitha familjet kanë apliku, por një pjesë, sidomos fëmijëve që kanë qenë në klasën e 6 deri në 9, ende nuk i kanë marrë mjetet për libra. Domethënë kanë mjetë ende, domethënë edhe sot e kësaj dite që nuk i kanë marrë. Na dje patëm një takim me disa prej prindve, edhe kërkova prej tyne me shku në shkolla me këshyr, a është bo verifikimi mrena shkollës, nëse jo, domethënë me kërku prej ministrisë që mu bu subvencionimi këtyne. Po një problem ka qenë që prind kur kanë thirrë në ministri, telefoni ka qenë gjithmonë në zonë, domethënë nuk kanë mujtë me kontaktu me ministrinë të ai numri që ministria e ka paraqit për mu lajmëru prindit. Cilat projekte më konkrete ofroni tash për momentin? Në projekte? Po ka projekte tjera, organizata Balkan Sunflowers nuk është veç në edukim, po edukimin e ka si prioritet. Mas edukimit është edhe shëndetësia, kena punu në imunizimin e fëmijëve, që një kohë gjatë, edhe që është arrit një sukses jashtëzakonisht i lartë. Pas asajna të smundjet kronike kena punu, ka pas raste kur kena pas donator edhe barna që kanë shpërndarë në për komunitet, domethënë aparate të ndryshme, qoftë për matjen e tensionit, qoftë për matjen e sheqerit të ngjak. Ka projekte për avokim, projekte për rini, domethënë se na përveç nxënësave të shkollës fillore, ndihmojmë edhe nxënësat e shkollave të mesme, qoftë në regjistrim, qoftë në aplikim për bursa, apo aktivitete ndryshme për rini, trajnime të ndryshme që ata kanë nevojë, edhe kërkojmë prej neve, gjojmë fonde të ndryshme edhe ja plotësojmë ato çka janë kërkesat e tyre. Në projektin e imunizimit, a keni ndonjë statistikë më konkrete se sa është numri i fëmijëve të cilët janë imunizuar deri më tani? Kështu me numra nuk di, po muj me thonë që dikun 85% deri 90% të fëmijëve që janë të moshës për imunizim janë imunizuar. Domethënë kjo fol punës së përbashkëme Qendrës Mjekësisë Familjare në Fushë Kosovë, edhe ekipit për imunizim që ka qenë kuadër të projektit që e ka financu UNICEF-i. Domethënë ky ekip ka dalë çdo
shtëpi, derë, edhe ka identifiku fëmijët cilët kanë qenë për imunizim. Fillimisht kena bo ekipe mobile që kanë orë në qendër janë vaksinu, po tash, do më thonë, e kena ndruat praktik, jo në qendër, po me shku në qendër e mjekësisë familjare aty ku bëhet imunizimi gjithë fëmijëve. Edhe shumica prej tyne, do më thonë, tash e din orarin, e din kohën kur do të me shku mi imunizu. Kjo ka qenë një ide shumë e mirë që është bo, edhe ka kallëzu rezultate mjaft mira edhe, në më thonë, bazë sondazheve që i ka bo UNICEF-i në popullat. Sa përmes këtyne aktiviteteve t'juja në çështjen e shëndetësisë, keni arritë ndoshta me vedisu komunitetin në çështjen e imunizimit të fëmijëve? Po, na mundomi gjithmonë të jemi ata cilët jemi sa ma ofër të familjeve, sa ma ofër të komunitetit, sa ma ofër të prindve që kanë nevojë qoftë për vedisim, qoftë për ndonjë këshill, qoftë për çfarë do që kanë ata nevojë. Më thonë, na ka një herë thjesht ulemi, bisedojmë edhe për probleme që në përlogje, sikur që është problemi infrastrukturës, apo qendrë ndërcak që është një problem shumë i madh, apo çështja e mbeturinave, edhe për këto edhe mundohemi që bashkarisht të avokojmë në komunë që të evitojnë këto probleme. Po kthehemi pak te qendrat e mësimit shtesa që keni organizata Balkan Sunflowers ka 4 qendra të cilat funksionojnë në komuna të ndryshme, por nështë më konkretisht e komuna e Graçani dhe Plemetinit, a keni gjithë zgjidhje pasi që një kohë ndoshta jo ndërprej aktivitetet në atë objekt pasi që ka qenë ndoshta jo i adekuat për me shfrytëzu aktivitetet, a keni pas zgjidhje tash, ku janë për momente, ku është për momente? Në Plemetin ekzistojnë 2 qendra mësimore, njëna është me plan program të Kosovës që fëmijët kryesisht të komunitetit Ashkali Egjiptian shkojnë në atë program, dhe qendra tjetër që është në gjuhën serbe, që shkojnë kryesisht fëmija komunitetit rom. Dhe ma herët, do më thonë, kena pagu qëra për programin gjuhën serbe, kurse programin gjuhën shqipe ka qenë të banisa sociale ku janë atje në Plemetin, por infrastruktura atje ka qenë shumë e keqe, do më thonë, s'ka pas hapësin të mjaftueshme, kështu që na kemi bo në bashkëpunim me nivelin komunal në Obiliq, kemi bo zgjedhje që ai program të kaloj në objektin e shkollës. Dhe tash funksion mbrana objektit shkollës, kurse programi në gjuhën serbe është një objekt i veçantë i komunës atje dhe ata mësojnë atje. Pse 2 qendra në Plemetin, pse jo vetëm një ndoshta? Pse a ka dhe fëmijë të komunitetit sërb që ndjekon mësimin shtesë në këto qendra, apo vetëm janë të komuniteteve Ashkali dhe Rom? Në programin gjuhën shqipe, di që fëmijët e komunitetit Ashkali Egjiptian flasin gjuhën shqipe, shkojnë shkolla në gjuhën shqipe dhe vinë program në gjuhën shqipe. Kurse për komunitetin rom është dashur mu bo programi i veçantë në gjuhën serbe, për arsye se ata shkojnë në shkolla në gjuhën serbe, edhe, në më thëmë, faktikisht për mu i ndihmu aty në zonë sa është dashur një qendër e veçantë. Si qëndroni aktualisht financiarisht? A keni mbështetje ndoshta prej komunës, prej donatorëve ndryshëm, pasi që një kohë keni qenë në krizë financiare, aktualisht si qëndroni, a keni mjetet mjaftueshme për të organizuar aktivitet? Për fat keq, situata financiare në organizat nuk është e mirë, jo vetëm organizatës tonë, po dhe në organizata tjera që punojnë programet njëjta. Na morëm buxhet prej ministrisë, mirë po ai buxhet nuk i mbulon shpenzimet e tona. Faktikisht, edhe mundohemi me gjetë donator me na mbështet. Sa i përket nivelit komunal, mu me thonë që mas miti prej qendrave ka qëndru qendra e shtimës, që komuna i ka ndihmu shumë, kurse edhe Graçanica gjithashtu. Plemetini një pjesë ka qenë mirë, dikur është ndërprej, mas ne ka fillu prap,
po Fushë Kosova qëndron mas keqti sa i përket nivelit komunal. Më thonë, na për 18 vite kemi marrë vetëm 3.000 euro buxhet prej Kuvendit Komunal të Fushë Kosovës. Zotri Stolla, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit tonë sot në studio, veçanë se jemi me minutar shumë të shkurt, 15 minuta, unë të falenderoj shumë edhe njëherë. Një mesazh që kishte me qenë për të gjithë prindërit. Mesazhi im për gjithë prindit kishte me qenë që të mundohen sa më shumë të shkollojnë fëmijët e tyre, se vetëm ashtu mundet me përparu. Ndryshe jo, pa shkollim nuk ka, domethënë, jetë. Shkollimi është gjithçka. Domethënë, nëse shkollohesh, ma vonë edhe punësohesh, edhe e përmirëson jetën tonë. Më tepër kisha dashur, faleminderit shumë për mundësinë e dhënë, edhe ju falenderoj gjithashtu si emision se gjithmonë jeni, domethënë, për komunitetin me tregu realitetin se qysh jetojnë, qysh punojnë edhe gjithçka, kjo është një mundësi e mirë për gjithë komunitetin. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Të nderuar shikues, kishim kaq për këtë emision me tema të reja, takohemi të shtunën tjetër. Mirëmbëngjes.